Gjykata e posaçme lënë në burg Ilir Metën, ish-presidenti debaton në seancë me prokurorët e SPAK-ut, por pretendimet e tij nuk janë marrë parasysh. Kreu i SPAK Altin Dumani deklaron se gjatë fushatës janë regjistruar 192 krime të dyshuara zgjedhore. Raste të tjera janë në proces verifikimi. Policia arreston shoferin e makinës që përplasi 3 të miturit me monopatina pasi kaloi semaforin me portokalli, një nga fëmijët ende në gjendje të rëndë. Një pjesë e Vlorës po vuan prej një muaj mungesën e ujit në mes të verës, zyrtarët ja vënë fajin investimeve në linjën e re, goditje e rëndë për turizmin. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet shëndrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim tani me radhë zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Ilir Meta ishte sot paradite vet i pranishëm në gjykatën e posaçme antikorrupsion për të kërkuar lirinë, por ndonse foli dhe debatoi gjatë me prokurorët e SPAK-ut për provat e reja, pretendimet e tij janë rrëzuar dhe ai mbeti në burg, ndërkohë zoti Meta thotë se çështjen do ta çojë në Strasburg. Gjykata e posaçme la në qeli ish-presidentin Ilir Meta. Ai kishte kërkuar zbutjen e masës së sigurisë, por pa sukses. Në seancë ishte i pranishëm vet kryetari i Partisë së Lirisë, ndërsa avokati i tij Kujtim Cakrani bëri të ditur se çfarë deklaroi Meta për gjykatën e posaçme. Foli dhe vet zoti Meta për rreth një orë, ku ai hodhi dritë mbi pretendimet e organit të procedurës, qoftë për një kartë krediti që disponon të ish bashkëshortja e tij. Karta që janë përdorur gjitha nga ish bashkëshortja e zotit Meta. Zoti Meta nuk ka dieni dhe s'ka përdorur kur karta në jetën e tij dhe nuk ka asnjë lloj dienie për çfarë ka ndodhur me zonjën Kryemadhi. Janë dy entitete të ndryshme, janë të dy politikan, ish politikan. Sipas avokatit të tij, vendimi i sotëm ishte i pritshëm për sa kohë sipas tij Meta mbahet në burg politikisht. Nuk është se ne prisnim ndonjë ndryshim të masës sigurimit, pasi ne e dim qartësisht, jemi të bindur, zoti Meta është i bindur që është aty për arsye politike. Besoj se nuk ka sot një precedent të dytë që një ish kryeministër, ish president, ish kryetar kuvendi që akuzohet dhe pretendohet për akuza shumë të largëta në kohë, por dhe të paprovuara tashmë në organi i akuzës, të qëndrojnë në një masë sigurimi ekstreme siç është kjo e arrestit me burg. I menjëhershëm ishte reagimi i Metës, i cili në Facebook shkruan se do ta shpartallojë procesin e gjykatës së posaçme në gjykatën e Strasburgut. Ilir Meta u arrestua mesditën e 21 tetorit në ndyshimet se ka kryer korrupsion, pastrim barash, e fshehje pasurie përmes lobimit në SBA dhe si ish ministri i energjetikës në mbledhjen e borxhit të ÇEZ përmes kompanisë Dia. 192 krime të dyshuara elektorale janë regjistruar gjatë fushatës dhe ditën e votimit në 11 maj. Këtë e bëri të ditur drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani, i cili shtoi se shumë raste të tjera janë në proces verifikimi. Kreu i SPAK Altin Dumani ka bërë publike shifrat për hetimet mbi krimet zgjedhore të 11 majit, duke deklaruar se janë evidentuar 192 raste të dyshuara, ndërsa bëri të ditur se janë ushtuar kontrolle në banesa, zyra personale dhe janë ekzekutuar 20 vendime gjykate për lejimin e kontrollit të dokumenteve dhe materialeve me interes hetimor. 40 materiale kallëzuese janë dërguar për kompetencë pranë prokurorive të rrethave gjyqësore apo drejtorive vendore të policisë. 22 materiale janë dërguar për verifikim në drejtorinë vendore të policisë për informacion shtesë dhe 17 materiale janë bashkuar me materiale të tjera ekzistuese, si dhe një pjesë është në proces verifikim. Nga 43 procedime penale të regjistruara për krime zgjedhore, 22 janë iniciuar mbi bazën e referimeve nga Policia e Shtetit. Një procedim është referuar nga Shkërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve. 9 procedime, siç e thash edhe pak më parë, janë regjistruar kryesisht me iniciativë të prokurorisë së posaçme. 3 procedime kanë ardhur si rezultat i kallëzimeve nga shtetas të ndryshëm. 3 janë referuar nga prokuroritë e rrethave gjyqësore. 4 janë bazuar në kallëzimet e subjekteve politike dhe 1 është ndarë nga një procedim tjetër penal i regjistruar më parë. Gjatë diskutimit për situatën zgjedhore, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi bëri thirrje të drejtë për drejtë kuvendit për reformë të re. Gjetjet sa më sipër nxisin
natyrshëm nevojën për një reformë të thellë ligjore dhe institucionale me qëllim sigurimin e integritetit të plotë të zgjedhjeve. Duhet që me konstituimin e kuvendit të ri në shtator të këtij viti të nisë menjëherë puna për të adresuar në mënyrë decente të gjitha problematikat që lidhen me procesin zgjedhor në Shqipëri. Do duhet të vlerësojmë se çfarë secili prej aktorëve politik dhe institucional do duhet të bëjnë ndryshe apo dhe më mirë në kuadër të përgjegjësive që ata kanë. Ndërsa avokatja e popullit tha se gjatë kësaj fushate elektorale, gjuha e përdorur nga politika ka qenë më e përmbajtur. Klima elektorale dhe zgjedhjet e 11 majit bën bashkë një tryezë analitike pas zgjedhore kreun e KQZ-s Ilirian Celibashi, kreu i SPAK Altin Dumani, drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit Ilir Proda dhe ambasadori britanik në Shqipëri Abbott. Zgjedhjeve po kryesisht krimi zgjedhor. Opozita dhe mazhoranca janë përplasur sot në sallën e parlamentit për zgjedhjet. Kreu demokrat Berisha tha se ato janë vjedhur nga bandat, por sipas socialistëve, rinumërimi tregoi se procesi elektoral i arriti standardet. Zgjedhjet e 11 maj dominuan sot debatin parlamentar me opozitën që akuzoi Partinë Socialiste se shfrytëzoi bandat kriminale buxhetin e shtetit për të deformuar vullnetin e qytetarëve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se këto ishin zgjedhjet më të këqija të organizuara ndonjëherë, duke akuzuar edhe ministrin e Brendshëm për bashkëpunim me bandat kriminale. Përdort metodat më të turpshme që mund të jenë përdorur ndonjëherë në ndonjë vend. Zhvilluat zgjedhje si Zimbabwe në 30 vite më parë. Dhe pastaj të mos quhet Ramaduro. Ky që është këtu është marrë vesh se Troplin të paguon 10 milion euro emërimin e tij. Po ajo që ishte me e veçanta ishte se ndruan me atë tjetrin, me Arkendin. Përballë akuzave të liderit të opozitës Berisha, mazhoranca socialiste solli në vëmendje se zgjedhjet respektuan standardet dhe procesi i rinumërimit të votave në Tiranë po e tregon këtë. Eja pra rinumërimi po bëhet. Po harxhohen para nga buxheti i shtetit deri tani 200 milion lekë kusur dhe le të shërbejë si një augur pozitiv që në shtator kur të ngrem komisionin e ri të posaçëm të reformës zgjedhore, ti depolitizojnë komisionin. Fakti që kjo pjesa këtu nuk ka më besim tek numëruesit e vet, është një hap i rëndësishëm. Mazhoranca dhe opozita replikuan edhe për çështjen e avokatit të popullit, pasi Partia Demokratike kërkoi që Besim Drejgjoni të votojë sot në këtë detyrë si propozimi i opozitës. Por mazhoranca hodhi poshtë pasi sipas Partisë Socialiste duhet ketë një proces për të gjetur kandidaturën më të mirë, duke spostuar këtë çështje në legjislaturën e re. Avokati i popullit zgjedhet me 84 vota e me marrëveshje politike i takon opozitës. Avokates aktuale në detyrë Rinda Ballanca i ka mbaruar mandatit 3 vite më parë, por deri më tani Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk kanë gjetur gjuhën e konsensusit për pasuesin e saj. E duket se edhe këtë vit zonja Ballanca do të qëndrojë në krye të avokatit të popullit. Kryeministri Edi Rama ka përsëritur se nuk do të pranojë vendosjen e emigrantëve nga Britania e Madhe në Shqipëri. Ai e ka bërë të qartë se marrëveshja me Italinë është ndryshe, pasi vendi i fqinj i ka qëndruar pranë Shqipërisë në ditët më të vështira. Kryeministri Edi Rama ka folur sërish për planin e Mbretërisë së Bashkuar për të dërguar azilkërkuesit e refuzuar në qendra kthimi në vende të treta, gjatë një interviste në të përditshme britanike The Guardian, duke parë Britaninë në situatë e errët pas daljes nga Unioni Evropian. Është një nga ato gjëra që 10 vite më parë nuk do të mund të imagjinohej, që Britania të kërkonte vende për të hedhur emigrantët. Fakti që sot jo vetëm imagjinohet, por po ndodh, nuk është për shkak se Keir Starmer apo Rishi Sunak po bëjnë diçka skandaloze, është sepse vendi ndodhet në një gjendje shumë të errët. Për prestigjiozen britanike, Rama zbulon se kërkesa për kamp nuk është vetëm nga kryeministri aktual Starmer. Kam qenë i qartë për këtë që kur ma kërkoi Boris Johnson dhe më pas Rishi, gjithmonë kam thënë jo. Rama analizon se rasti i Italisë është i veçantë. Italia ka qenë gjithmonë aty për ne, në çdo moment të errët dhe situatë të vështirë që nga dita kur dolëm nga ferri i të qenit Korea e Veriut e Europës. Ne kemi një dobësi për italianët, prandaj kur Italia na kërkon diçka, themi po, pik. Kryeministri beson se brenda 2030-s Shqipëria do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian.
E gjithë qasja ndaj procesit ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Tani ata, BE-ja, janë shumë të etur për të ecur përpara. Me agresionin rus gjithçka ndryshoi, kështu që në një farë mënyrë edhe Vladimir Putin e bëri këtë. E bëri Europën shumë më të interesuar për bashkimin. Duke ndalur te influenca amerikane, Rama vlerëson Donald Trumpin si një figurë pozitive edhe për kontinentin evropian. Drejtuesi i makinës që përplasi 3 fëmijë të cilët po lëviznin me monopatina dje në Tiranë ka përfunduar në pranga. Ai akuzohet se shkeli rregullat e qarkullimit duke kaluar me semafor portokalli dhe përpasoj shkaktoi dhe aksidentin e rënd. Policia e Tiranës ka vënë në pranga shoferin e automjetit që aksidentoi një ditë më parë 3 të miturit që lëviznin me monopatin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në pranga u vu 41 vjeçari Ekrem Skureni. Ai akuzohet për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Të miturit që lëviznin me 2 monopatina kanë kaluar rrugën me semafor të kuq, ndërsa shoferi i makinës me semafor portokalli. Përplasja ka qenë e fortë, aq sa skuterat elektrik janë thyer në mes, madje të miturit kanë përfunduar në xhamin e automjetit. Një nga monopatinat arrin një shpejtësi mbi 35 km/h, çka sipas kodit rrugor e bën të detyrueshme pajisjen me leje për drejtimin e tij. Fëmijët po qarkullonin në bulevardin Dëshmorët e Kombit në afërsi të piramidës, ndërkohë makina vinte nga rruga Elbasanit në drejtim të zonës së ish bllokut. 2 prej të plagosurve, 9 dhe 11 vjeç, mësohet se janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore në spitalin e traumës me dëmtime në krah dhe në këmbë. I treti, një 11 vjeçar, është në gjendje të rëndë, pasi ka marrë dëmtime në kokë. Skuterat elektrik ose monopatinat janë kthyer në një shqetësim serioz për blut dhe mjekët, pasi ka një rritje të frikshme të aksidenteve. Sipas policisë, në 7% të aksidenteve janë të përfshira monopatinat. Mjekët janë të alarmuar nga rritja e ndjeshme aksidenteve me monopatina, pjesa më e madhe e të lënduarve janë të mitur, ndaj ata kërkojnë që fëmijët të mos lejohet t'i përdorin këto mjete. Në rrugë, në trotuare, në sheshe, e madje edhe në mes të trafikut, monopatinat elektrike janë kthyer në një mjet të zakonshëm lëvizjeje. Por krahas përhapjes së shpejtë është rritur edhe numri i incidenteve, ndërsa po ulet mosha e të aksidentuarve. Numri i rasteve sa vjen dhe po shtohet, më qëllon që të shoh 2 ose 3 raste në ditë, po themi. Gama e dëmtimeve është nga më të ndryshme, nga trauma më e thjeshtë, mund të jetë një frakturë e thjeshtë e kërcirit, e dorës apo e femurit, deri tek politraumat, që thamë, dëmtime multiorganore, jetë kërcënuese. Specialistët e shëndetit publik kërkojnë që autoritetet të ndërhyjnë me rregullime të qarta ligjore për të kontrolluar përdorimin e monopatinave, sidomos nga të miturit. Problemi më i madh i monopatinës është që nuk ka element sigurie. Ato që përdorin nuk përdorin asnjë mjet sigurie të tipit të kokores, të gjunjceve, të mbrojtëseve. Ajo që kanë vënë nuk zbatojnë asnjë, po themi, asnjë rregull të kodit rrugor. Kështu që do të thoja që ndoshta ka ardhur momenti që të propozohet një projekt ligj i mirë që të rregullohet kush mund ta përdori dhe kush jo. Edhe qytetarët janë të shqetësuar nga përdorimi pa kriteri monopatinave. Siç ecim ne me motor, duhet të ecën edhe ato. Siç ecim me makinë, duhet të ecën gjithë. Po 8 vjet futet ti se shef 8 vjet pret rrugën e del nga komsori, nga trotuari, pret shëritën, pas britvarë del në rrugë. Aty e quajtë rrezikshme. Më shumë për fëmijët e vegjël që akoma nuk dinë si të menaxhojnë mënyrën si ecin në rrugë apo të jenë pak më të kujdesshëm, gjithashtu edhe për të rriturit, të vendoset një lloj rregullatori për skuterat elektrikë. Shqetësuese, s'ka ku shkoj, e rrezikshme. Ndërsa monopatinat po zënë gjithnjë më shumë vend në jetën urbane, mungesa e ndërgjegjësimit dhe kuadrit ligjor vijon të përbëjë rrezik serioz për më të vegjëlit. Dhe shtimi i monopatinave, i skuterave dhe i mjeteve të tjera motorike ka krijuar një rrezik të ri për sigurinë rrugore. Mungesa e bazës ligjore bën që të mos ndëshkohen as shkelësit dhe as të shlyhen financiarisht dëmet kur ka të tilla.
Monopatina që përdoren nga fëmijët 9 vjeç apo dhe nga mosha më të vogla duke i vendosur në rrezik për jetën e tyre, ishte pikërisht ngjarja një ditë më parë ku mbetën të plagosur rënd 3 fëmijë që tregoi sërish rrezikun nga aksidentet ku përfshihen këto mjete. Ekspertët shprehen se nuk kemi asnjë ligj apo nen që parashikon disiplinimin apo ndëshkimin e keqpërdorimit të skuterave elektrik. Nuk ka një legjislacion, nuk kemi një VKM, nuk kemi një udhëzim e cila të disiplinojë mënyrën se si duhet të qarkullojnë këto lloj mjetesh. Jo vetëm do mënyrën se si duhet të qarkullojnë, por edhe mosha, se shpeshherë kemi vënë re për shkakun që përdorin nga minoren. Eksperti i cili mbikëqyri rastin e rënd me 3 fëmijët, shprehet se mosha përdorimit të skuterave duhet të nisë nga 16 vjeç e lartë. Për mendimin tim, këto mjetet duhet fillojnë të përdoren nga mosha 16 vjeç e sipër. Aktualisht organet ligjzbatuese ose policia rrugore që bën mbarvajtjen e trafikut ose përqindjen që ndikon në rritjen e sigurisë rrugore, nuk mund të ndëshkojë këta përdorës rrugës sepse e para është nuk ka një bazë ligjore ku të bazohen. Po cilat janë disa nga shkeljet më të shumta që kryhen nga drejtuesit e monopatinave? Nuk zbatojnë sinjalistikën e ndryshme, nuk respektojnë sinjalistikën horizontale dhe vertikale, do në qarkullojnë në kratë kundër, ose kundra sensit të lëvizjes, ose vjen re për shembull shpesh herë për shembull edhe në rrugën në autostradën Tiranë-Durrës, kemi bërë re për shembull që përdoren monopatinat, skuterit, gjë që përbëjnë një burim aksidentesh. Lika i sjell shembullin e vendeve perëndimore ku skuterat janë të targuara dhe të pajisura me leje. Në vendet të Bashkimit Evropian, në Gjermani, patinat elektrike janë targuar, janë pajisur me sistem drejtësimi i pamor, ku të bën lehtësisht të konstatuar me 6 orët e natës dhe të përcaktojnë se çfarë kategori drejtimi duhet për këtë kategori mjetes. Ekspertët apelojnë institucione që të hartojnë një draft për disiplinimin e monopatinave, ku të parashikohet deri në eliminimin e tyre nga zonat urbane. Duhet patjetër që organet ligjzbatuese, sidomos Drejtoria e Përgjithshme e Transporteve, Bashkia, Policia rrugore, duhet paraqesë një draft me qëllim që të precizohet, të specifikohet mënyra se si duhet përdorur këto monopatinat, ose qoftë edhe me të ndalohen për të qarkulluar në rrugët, për shembull në rrugët urbane ku kemi fluks të shtuar të automjeteve. Ndër të tjera ekspertët shtojnë se skuterat elektrik duhet të pajisen dhe me siguracion privat, pasi janë mjete që përfshihen në aksidente, duke shkaktuar dëme si tek njerëzit ashtu edhe në ato materiale. Gjykata e posaçme e apelit ka dënuar me 100 orë pune në komunitet ish-antarin e gjykatës së lartë Guxim Zenelaj. Ai është shpallur fajtor për fshehje të pasurisë dhe mos deklarim të ardhurave. Nga shkalla e parë, Zenelaj u dënua me 6 muaj burg që u pezullua me 1 vit të shërbim prove. Në tetor të vitit 2023, gjykata pranoi kërkesën e Spakut për konfiskimin e pasurive të gjyqtarit. Një ngastër toke me sipërfaqe 1000 m2 në Port të Palermo, si dhe 6 pasuri të paluajtshme në ishull Shëngjin të Lezhës, të cilat nuk ishin të justifikuara ligjërisht. Spaku ka shpallur sot pretencën për dosjen Metamorfoza. Ai kërkoi dënimin me 15 vite burg për Behar Bajrin, i cili dyshohet si drejtuesi i grupit kriminal dhe akuzohet për vepra të rënda nga korrupsioni tek sigurimi i kushteve për të kryer vrasje. Për biznesmenin Pëllum Gjoka, Spak kërkon dënimin me 14 vjet burg. Ish prokurori Kuksit, Gjavahir Lita, i akuzuar për korrupsion, sipas Spak, duhet të qëndrojë 6 vite në qeli. Ndërsa për Oltian Bistrin, ish shefi i operacionales, prokurori kërkoi gjykatës të shpallet fajtor për korrupsion dhe në zbatim të akteve sekrete dhe për pastrim parash dhe të dënohet përfundimisht me 9 vite burg. Në total, për 7 të pandehurit, Prokuroria Antikorrupsion kërkoi 74 vite heqje lirie. Një pjesë e mire e qytetit të Vlorës po vuan mungesën e ujit, ndërsa banorët kërkojnë zgjidhje urgjente, ujësiellësi thotë se po punohet për linjë re që përfundon vitin tjetër. Kjo situatë ndërkohë ka shkaktuar një goditje të rëndë edhe për turizmin, pasi jemi në sezonin veror, kur Vlora popullohet shumë edhe nga të huajt.
Prej një muaji Vlora vuan mungesën e ujit të pishëm në pjesën më të madhe të qytetit. Për qytetarët një situatë e tillë është e papranueshme, sidomos në këto ditë të nxehta. Probleme me ujin hasen në lagjen Kushtrimi, lagjen Pavarësia, në Nart apo tek ish stacioni i trenit. Banorët thonë se edhe kur uji vjen është i papërdorshëm. Nuk kemi të lajmë sytë, vlla. Po si ja bëni? Po e blejmë. Vim botje bie dhe jemi depozit. Me temperatura të larta, jeni ankuar të ujësjellësit bashki, çfarë thonë ata? Do vi. Do vi. Të vi. Shiko, këtu 100 familjarët Sazanit të ardhur që janë ndenjë, veç ti. Janë nga Divanesa. Janë të gjithë pa ujë. Keni vajtur si banor të bashkia? Të bashkia jo, po kemi vajtur në territori. Vemi sot na vinë nesër, pas se s'vinë më. Ndërkohë më tha që ujin e blini me lek, me botë. E blejmë me bote. Po ju del të blesh ujin? Po desh ose ik në lagje. Një orë në darke, një orë në gjesë. Tjetër pasaj, dele të pronë, thaj. Ai nuk dile të pastrosh shpinë, të lash, të lyesh vetë, aty në shtëpi, jo për turistat që tani hi. Pa ujë, kemi që nga data 15 maj, deri sot kemi pa ujë, komplet fshati këtej mbrapa. Pa ujë, komplet. Asnjë. Flasim me kryeplakun, asgjë. Marrim telefon andej, as do t'ja di njeri fare, as e ruan njeri. Më herët kreu i sjellësit Vlorë, Ermal Murati, në një deklaratë për mediat kërkoi mirëkuptimin e banorëve për gjithë situatën në 15 ditët e fundit, duke njoftuar se në përfundim është rikuperuar e gjithë situata. Ai shprehet se lagjet problematike si Kushtrimi, Pusmëzin, Lirim, Fshatinar dhe zonat pjesërisht informale do të furnizohen normalisht me ujë. Sipas tij, problemi ka ardhur për shkak të rënies së presionit të ujit, shkaktuar nga një luhatje e tensionit të energjisë në pompa dhe mos funksionimit zinxhir më pas të linjës amortizuar të ujësjellësit aktual. Drejtori i ujësjellësit ka shpjeguar se është duke u punuar në vazhdimsi për projektin e ri, i cili do t'i jap zgjidhje përfundimtare çështjes së ujit dhe sipas tij, brenda 6 mujorit të parë të vitit të ardhshëm, linja e re do të jetë gati. Ndërsa Shqipëria po përjeton një bumbë në turizëm, e gjithë vëmendja është tek menaxhimi sa më i mirë i këtij sezoni veror. Më shumë mbi këtë çështje do të na thotë Herida Duro nga Drejtoria e Zhvillimit të Turizmit. Përshëndetje zonja Duro. Përshëndetje, kënaqësi. Atëherë, si po ecë menaxhimi në veçanti i hapësirave publike këtë vit, që duhet thënë se krahasuar me një vit më parë janë edhe më të shumta? Natyrisht, ju e shprehet këtë vit kemi një rritje të hapësirave publike, të cilat detyrimisht kanë akses të lirë, pa pagesë, por dhe në disa raste të mira janë të menaxhuara si modele të menaxhimit, si stacione plazhi pranë nga vetë bashkitë. Kanë patjetër që janë të mobilizuar që të kenë sinjalistikën e duhur, po mbi gjitha të kenë një pastërti dhe të sigurojnë një qetësi për gjithë pushuesit aty. Ndërkohë, ju e përmendët pak pastërti, megjithatë kjo mbetet sfidë, pra çështja e një mjedisi të pastër. Ku jemi këtë vit me mjedisin? Pra çfarë po bëjnë bashkitë në veçanti, sepse ato janë përgjegjëse kryesore? Përveç detyrimit ligjor që bashkitë kanë për të pastruar territoret e tyre, ka një forcë të shtuar për të 4-tin vit radhazi nga Agjencia e Bregdetit e Ministria e Turizmit, me operator të shtuar të dedikuar 24 orë për gjithë vijën bregdetare, pra nga Velipoja deri në jugun më të poshtëm të ishujve Ksamil. Dhe mund të themi që jemi në një plan operacional të vazhdueshëm 24 orë, ku trupa dhe pastrimi po ndodhin me ekipe të dedikuara në të gjitha zonat ku evidentohen dhe ku raportohen situata apo spote që kanë ndoshta dhe një ngarkesë të shtuar si pasojë flukseve turistike edhe më të larta dhe më të përqendruara në këtë sezon. Shpesh herë kemi vënë re qytetarë të papërgjegjshëm, por edhe biznese të papërgjegjshme të cilat nuk kujdesen për mjedisin, ndërkohë që çdo vit pushteti lokal dhe juve punoni për të patur një mjedis sa më të pastër. Në fakt kjo situatë duhet të marrë fund, mos ka ardhur koha të shtohet ndëshkimi për këta subjekte ose për këta njerëz. Natyrisht mund të themi që me planin e masave për një menaxhim më të mirë të gjithë vijës bregdetare, edhe ndërgjegjësimi është një nga objektivat kryesor, tashmë në terren, monitorohen dhe inspektohen në mënyrë të vazhdueshme të gjitha rastet ku ka shkelje, ku ka abuzime, apo ku
në një farë mënyre tentohet që të thyen rregullat e përgjithshme për një qytetari të themi dhe për një mbajtje për një respekt të gjithë komunitetit ku ne gjithë jetojmë, po jo vetëm, tani kemi një komunitet shtuar atë të turistëve nga e mbar bota. Dhe për këtë në fakt vetë ministria Kumbaro ka qenë prezent në të gjitha qytetet bregdetare duke ngritur zërin dhe duke tërhequr vëmendjen për një ndërgjegjësim, sepse të vetëm qofshin si instanca lokale, por edhe qendrore, do t'ishte e pamundur që t'ja dalim ban për një pastërti ashtu siç do ta donim Shqipërinë tonë model, por edhe mbi gjitha një menaxhim të një sezoni turistik model. Meriton ky sezon që edhe ndryshe nga sezonet e tjera me bashkërendimin e një plani veprimi shumë konciz të mbi 45 institucione përfaqësuese në këtë grupune dhe këtë task force të turizmit për këtë vit, të mundet të jemi të gjithë bashkë me EPIK, me ekipet e institucioneve qendrore lokale dhe të gjithë bashkë të mundet që të kemi një rezultat të përbashkët të mirë, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund të kemi dhe mund të rarim atë që plazhet tona meritojnë të kenë në prezantimin e tyre. Dhe në qoftë se do të pyesja, nga ju që keni vënë re deri më tani, cili është një problem që ende po vjen dhe nuk është zgjidhur? Kush është problemi kryesor sipas jush? Ajo që u shfaqet është pastërtia e para natyrisht, por edhe zhurmat apo ndotjet akustike. Është një tjetër shqetësim i cili nga policia për këtë vit dhe për herë të parë do të thoja, policët janë të siguruar edhe me mjetet e duhura për të matur ndotjen akustike që vjen si pasojë e muzikës së lartë të zhurmave që ndodhin nëpër plazhe. Dhe natyrisht në respekt të orareve dhe të gjitha parametrave të cilat gjithë subjektet duhet që t'i realizojnë, ka dhe masa ndëshkuese, patjetër edhe inspektime të vazhdueshme gjatë gjithë kohës zgjatjes së lejimit të përdorimit të muzikës themi në zonat e plazheve, po jo vetëm, dhe në restorante dhe lokale dhe në ambiente në zonat e qytetit, aty ku edhe plazhistët kanë hapësira për të edhe pushuar në bregdet. Faleminderit zonja Dura. Ju falenderoj domun. Do të vjojmë të tjera lajme të ditës. Mjekët toksikologë janë të shqetësuar për të rinjt që përdorin masivisht hashashin. Ata thonë se kjo çon në varësi, ashtu si dhe drogat sintetike që shoqërohen me pije alkolike. Në ditën botërore të luftës ndaj abuzimit me lëndët narkotike, mjekët sinjalizojnë një rritje të ndjeshme të numrit të rinjve që kërkojnë ndihmë për shkak të përdorimit të substancave narkotike. Thash pra është për të shqetësuar, por jo për të trembur. Trendi është që na shqetëson në moshat e vogla, është ulur mosha e eksperimentimit të drogës, sidomos të marijuanës, sepse është drogë më e lirë, por përsëri nuk është trend. Pra ne them nuk është për të trembur. Pra është një lloj tendencë që ulet mosha për të eksperimentuar, po në raste të izoluar të cilët kërkojnë asistencë mjekësore në mbikëqyrjen e familjes. Sipas mjekëve, gjithnjë e më shpesh haset edhe përdorimi i drograve sintetike, sidomos gjatë periudhës së verës dhe festave. Në tregun e zi futen dhe drogat sintetike që hynë aty tek këtu, që më shumë përdoren në rastet e festave, party që janë të drogat momentale, jo që krijojnë një lloj varësie kështu të shtrirë në dinamikë. Komplikacionet janë të shumta, nuk diskutohet, sepse përzihen dhe koktejlet me alkool, koktejlet me drogat, kozgjate e abuzimit që mund të jetë mbi një ditë, në 2 ditë, kështu që normalisht komplikacionet janë. E rëndësishme, sipas ekspertëve, është që në çdo rast eksperimentimi me këto substanca, ndërhyrja dhe kërkimi i ndihmës duhet të bëhet që në fillim për të parandaluar varësinë. Sot janë publikuar notat e provimit të tretë të maturës shtetërore atij të matematikës. 673 maturant kanë rezultuar mbetës, ndërsa ekselent numërohen 166 nxënës. Nota mesatare në këtë lëndë është 6.47. Rezultatet mund të aksesohen nga maturantët në Jellbenja si dhe në faqen e vendosur në dispozicion nga autoritetet arsimore. Për sa i përket rezultateve të drejtanishme në provimet e tjera në lëndën e gjuhës shqipe dhe të letërsisë, mesatarja ka rezultuar 6.87, ndërsa në gjuhën e huaj 7.8. Maturantët janë në pritje të publikimit të rezultateve edhe të testit të fundit atij të lëndës me zgjedhje.
Një investimi i Bashkisë Shkodrës në rrugën që lidhe Shirokën me Zogajin pritet ja bëhovë zhvillimit të turizmit në këtë zonë. Ky segment që po ndërtohet me standardet më të larta do të shmangë edhe përmbytjet gjatë stinës së dimrit. Rruga panoramike Shirok-Zogaj po i nënshtrohet një transformimi duke u shndruar nga një aks i ngushtë dhe i amortizuar në një rrugë moderne, funksionale dhe të sigurt. Ky investim pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e jetës së banorëve dhe në zhvillimin e turizmit përgjatë liçenit të Shkodrës. Zhvillimi duket po fillu mirë. Për rrugën janë të bëhen brenda standardeve, që shohim. Deri tash janë të punu mirë. Janësia tona edhe këta, si i thonë, pjerësit janë të eliminu, për deri tash mirë është. Se si jena të kënaqur. Kush e ka vendin tonë të? Na jena të kënaqur, faleminderit për këtonve. Rruga shumë mirë, kënaqur jena, mirë kena dashur me noba. Me kohë, inshallah çdo gjë më mirë. Aktualisht punimet janë në një fazë të avancuar, ku janë realizuar thuajse të gjitha gërmimet dhe mbushjet për gjatësisë së rrugës, ndërsa mbi 80% e strukturave mbajtëse janë drejt përfundimit. Trasea është hapur në rreth 90% të gjatësisë, duke lehtësuar ndjeshëm edhe qarkullimin gjatë kohës së ndërtimit. Njëkohësisht ka nisur vendosja e shtresave rrugore, ndërsa po vijon edhe sistemimi i urave të bardha, një maskyçe për të shmangur përmbytjet dhe dëmtimet gjatë stinës së rreshjeve. Rruga e Resh shihet si një projekt jetik që jep fund dekadave të izolimit dhe e kthen zonën në destinacion të aksesueshëm dhe të denjë për potencialin që mbart. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.